sendet e ndaluara në burgje është një sfidë e policisë me sendet e ndaluara në burgje. Nuk është sfidë vetëm e Shqipërisë. E gjen gjithmonë i burgosuri se si të fusë sende ka mënyra të ndryshme. Një mënyrë është vizitorët. Një mënyrë tjetër është me sendet që furnizohet institucioni, apo me sendet lejuara që merr i burgosuri nga familjarët e tyre. Ka edhe mënyra tjera më të sofistikuara, si rasti fundit, e cila lënda narkotike ishte zgarvën e gojës. E kishte fshehur në gojë? Po, dhe ishte një vigjilencë e punuesve të policisë, ato të kontrollit, që vetëm kur i thanë që duke e pyetur, se po dyshonin që nuk bëte as lëvizje, nuk fliste asgjë, edhe i thanë që e bën një pyetje edhe ai s'fliste dot. Edhe ashtu u zbulu. Pra, janë sofistikuara gjitha këto gjëra. Por, është sfidë e gjithë policisë burgje në gjithë botën.